Ajo është pjesa kryesore. Kryesore. Ndërgjegja primare ose protokolli kryesor është jo të numërohen fashat, po të numërohet gjithçka që vendoset në tavolinë para se m'ja nis operacioni, edhe pasi t'ja nis operacioni. Se nuk do të thotë që mundet me mbet në organizmin e pacientit vetëm fasha. Mundet edhe na instrument tjetër. Mundet me mbet instrumente, mundet me mbet material harxhues, se mvaret për çka ose përdoret. Se kemi materiale të cilat ne i përdorim edhe për t'i vendosur të mbesin aty. Mirë po, shumicën duhet me i tërhek. Edhe puna kryesore, edhe komunikimi kryesor është instrumentare operator që mos të mbetet trupi huaj në organizëm. Për shkak se trupi huaj në organizëm shkakton infeksion, shkakton edhe vdekje, edhe fatalitet e pacientit. Ka raste kur harrohet, ka raste kur mbetet, ka raste kur gjendja e pacientit nuk ta lejon që me kry pjesën deri në fund. Për shembull, është një gjakderdhje shumë e madhe ose sepse ne kemi raste kur kemi shti shtrajf ne për me nal gjakderdhjen edhe i kemi lënë me qëllim. Mirë po shpërcesi që me qëllim është diçka tjetër, nëse pa qëllim lehet si veprohet pastaj. Pa qëllim, nëse ndodh. Pa qëllim, inshallah Zoti s'don, po nëse dohet, edhe nëse instrumentarja e ka vrejt, e lajmëron. Për shembull, e sheh që është numëruar dhe nuk kanë mrit me ja dal, zakonisht nuk i hudhim gazat, i numërojnë edhe i qesëm në enat veçanta, edhe ato kuptohet se mvaret prej rastit, ka raste kur i përdorim 100-200 edhe janë të shumta, atëherë patjetër që njoftohet, edhe në qoftë se njoftohet me kohë, unë besoj se secili kirurg kish me kry punën e vet, bëhet një hapje tjetër edhe largohet ajo. Qëllimi është që mos me pru pacientin të fataliteti, sepse gabimet ndodhin tonë botën, ndodhin në gjitha profesionet, ndodh edhe aty. Ama duhet që t'jetë vigjilent, s'paku gabimin e vet, të mos të qojnë fatalitet, po të kontrolloj.